Përshëndetje dashur miq, mirë se erdhën në Krip dhe Piper. Unë jam Malfio dhe sot për ju kam një recetë fantastike. Në këto ditë të ftofta të janarit, edhe tani e përhapur edhe gripi, kështu që kjo supë është edhe kundër gripit. Sot do gatojmë bashkë një supë me krem patate dhe kërpurdha, shumë të shijshme dhe shumë të thjeshtë. Tani merrni gjithë ingredientet, shënoj gjithë ingredientet që na duhen për recetën e sotme. Supë krem me kërpudha dhe patate. Për 4 persona ju duhen 3 patate, 200 gram kërpudha champignon, 200 gram kërpudha zbriz, 100 gram pomodorini, 50 gram spinach baby, 200 ml pana, 50 gram parmigiano, 1 qep, 3 thelpinj hudhër, 50 gram majdanoz, 100 gram buk, krip dhe piper. I morë shënim gjithë ingredientet që na duhen për recetën e sotme, shumë bukur. Sot me mua tani do gatuajnë Jurgen Bala. Të kemi Jurgen. Shëndetje. Si e? Si e? Mirë. Ke gatuar një herë? Një herë. Apo vetëm balerin? Sa do të mësosh edhe këtë recetë, që t'ju tregosh edhe njerëzve nga shtëpia që na shikojnë, që është shumë e thjeshtë dhe nuk ka asnjë lloj vështirësie. Ti do ma tregosh mua. Tani gjë e rëndësishme për recetën e sotit është të kemi kërpurdhat, patatet, qep, hudhër, pak bukë, domate të vogla shumë pomodorini, pak djath parmigiano, këtu kemi spinach baby, majdanoz, edhe pana, gjitha produktet që kemi blerë në marketet Konad, që gjenë cilësinë maksimale dhe shijen më të mirë që mund të gjejmë në tregun shqiptar. Tani, gjëja e parë, do qirosh një qep, vetëm ushqaj, do qirosh. Si qërohet tani se? He? Si qërohet? Si qërohet qepa? Se nuk dina. Ja, me të tregoj unë. Okej, do të vendosim me prepa. Unë da preshu, bishti edhe koka, edhe preshu për gjysmë. Tani, do na duhet një tas që të vendosim brenda lëkurët që nuk na duhen. Edhe gjitha këto lëkurat, që të mos qepës, mund t'i hedhim brenda të lëngu, sepse, ja, kam shu, edhe është në rregull. Tani me thik. Shef. Si ka S'ki shumë qiru kur një qep, për vërtet. Qep kur. Me urrej qepën, që ta dhe brezë kështu, po kujdes gishtat, ka që të hollë, mëse pres shumë të hollë se nuk ka problem. Tani, është shumë e rëndësishme që të vendosim një tenxhere me ujë, duke u ngrohur, edhe këto lëkurat e qepës mund t'i hedhim brenda që të bëjmë blangun. Një ndoli e trash. Jo, s'ka problem. S'ka problem fare, që pastaj do e grim gjithën. Tani te ujë do vendosim një tablet knor që t'i japim një shije fantastike. Unë zgodha një tablet shumë me pul, që t'i japim edhe pak aromë miqit. Okej. Ndryshe, nëse doni të bëni një recetë vegetariane, që mos ketë përmbajtje mishi brenda, mund të përdorni një tablet me perime, s'ka asnjë lloj problemi. Ja, një tablet tu mjafton. Mos i hidhni krip, se kripin e ka gjatë tableti. Okej. Kujdes gishtat ama. Gishtat janë të afufare unë këtu. Indritin e ka prek gishtin. Shkuara Indritit. Edhe dikush tjetër. Pastaj na duhet pak hudhër, një 4 edhe 5 si ç'di unë. Serbi. Okej. Kujdes gishtat ama, se thika pres shumë si më qenë brisk. Tani edhe hudhrën, pastaj do të qirojmë. Okej. Pasi që pre vendosë këtu. Oh, super. Vendosë të brenda. Edhe do qirojmë edhe hudhrën, do e grim pak a shumë dhe hudhrën. Këse hudhrën po qiroj unë, ti do qirosh patatet. Gjitha duan. Ki përdojnë do njërë këte? Po, atë vdes. Ja. Po mos kisha atë, se kisha ngërkur patate. Kujdes, edhe gisha se edhe kjo t'i qiron gishat. Nuk ke dalë në temë, se vëmë patate s'kuq. Da, rregull. Ja, do e që marim qepen e vem janan. Edhe thelpit e hudrës i shtypim me thik, që qirojnë sa më kollaj. Me forcë. Okej. Edhe e heqim lëkurët. Oh, super. Edhe i grim pak, jo shumë, se s'na duhet të grira shumë. Ti, Jurgen, je vetëm shumë balerin që profesion, apo bërë edhe një punë tjetër? Unë jam balerin, koreograf, profesionist dhe me thënë. Së punë bëj menaxhoj edhe këngëtaren Ronelën, Hajatin. Kështu që, kash. Së model, unë më shumë porostis në fakt. Nuk është se gatuaj shumë. Por patatën e bëj. Patatet skuqme. Patatet i bëj. Ti e din se... Që më duhet një supë ta di si bëhet. Patatet kanë shumë vlera ushqyese edhe ndërkohë që ka qenë lufta e dytë botërore, ebrejt kanë hëngur vetëm patate për një 3-4 vite rresht. Shumë. Edhe kanë jetuar pa probleme. Ja, nuk e di në fakt. Tani, te tenxheria tjetër, na duhet një tenxhere shumë e madhe. E ndezim. Treja do i bëj unë këto? Po, që na duhet gjitha se kemi goxha kërpurdha.
E ndezim, okej. Fuqi maksimale. Pak vaj altis. Se kërpurdhat doan vaj, mos keni frikë të jeni vaj. Pak gjalpi tam. E të gjerja kemi vendosur vetëm vaj edhe gjalp. Edhe do presim që shkrihet gjalpi, edhe të ngrohet shumë vaj. Edhe pastaj do shkuqim hudrën edhe qep. Pastaj do presim edhe këto kërpurdhat. Ti ndërkohë vazhdo me patatet, se po presun kërpurdhat, s'ka problem. Shumë mirë sa ato s'di. Kërpurdhat janë gati, janë të lara, e gjeni te Konadi, nuk keni nevojë fare të qironi, sepse edhe kjo ka një shije shumë të mirë. Sidomos gjitha perimet përgjithësi e kanë shijen më shumë të lëkura se sa të pjesa e brendshme. Okej. I presim një herë për gjys, pastaj shu feta, gjitha. Ndërkohë aty gjalpi po shkrihet. Do i zim shumë gjitha, që pastaj kur të bëhen buta me fel zime, do i grim me blender. Edhe do dalin fantastike. Pastaj këto patate do i presim gjitha kubiket vogla. Unë do i pres ashtu? Unë do i pres. Ti do i pres. Apo më mirë do i pres unë. Ti do të lejmë të nxjerrë duke përzgjerë të gjitha. Po, trazojmë. Okej, ja. Këto po shkrihet, po ngrohet vaj. Super. Rregull. Rregull është atë? Super. Shumë bukur. Qa çuni, ha? Ja, tani këtu ke një Kuti vlog pas tre. aty ke rubinetin, këtu kemi një buton sekret. Hop, hape. Pastaj për të mbyllur ujin, shtyp vetëm këtë butonin tu poshtë. Në rregull. Hop, 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 hop. Okej. Kotolet aty në rregull. Tani vaj dhe gjalpi janë gati. Edhe do shtojmë qepën dhe hudrën, do shtosh brenda, bie se hedhun poshtë. Shtojmë brenda dhe përzija vash avash derisa Ti të fus brenda të gjitha? Po, jepi gjitha, me gjithë tas, s'ka asnjë problemi. Po. Kështu, ha? Po. Gjitha. Okej. Pas shumë e rëndësishme tani ti skuqesh shumë mirë dhe qepa dhe hudra, edhe do presim pastaj patatet, kubiket vogla, edhe pas qepës dhe hudrës do shtojmë patatet sa të skuqet mirë. I herë patatet, pastaj kërpurdhat. Kështu që unë tani po pres i le kërpurdhat e po pres patatet. A ke shumë qakez goje? A di se në kuzhinë nuk përdoret kur shumë qakezi? Do hidhet poshtë? Se pastaj kur të provosh... Direkt, sekund. Ja ku ke? Hidhe? Opa! La. Se pastaj kur të provosh recetën, Nuk e shija ndjesh mirë. nuk e ndjen fare. Do të ndjesh shije kërpurdha shpërzim me mende. Më mirë ha një nga të qepët za qumë qakes. Më mirë të majmë një hudër në gojë, edhe... Ti di shtrish njerëzit pastaj. Ti di se hudra mjafton që ti hiqet ajo pjesa e mesit që është jeshile, edhe nuk të bën erë të keqe gojës. Shishe. Unë vetëm për këtë fakt e urrej hudrën, unë nuk e hapur Shumë gabim se hudra është shumë e mirë për organizmin edhe ndihmon. Do të thënë, unë kam pas bërë naze që i vogël gjithmonë çdo gjë e gatuar me qepë dhe me urdhra nuk e haja. Shumë gabim. Por ja ta provojmë sot si do më duket qepa. Ja do dalin fantastike. Kujdes përzije mirë, që mos e digjet, ama që shkrihet mirë, skuqet mirë. Të hedhim pak krip dhe piper edhe qepës dhe hudrës, që të gjerë gjithë lëngjët. Okej. Presim gjitha patatet. Po kjo tani çfarë po bëjmë këtu? Tani ky është një lang perime që kemi përdorur tabletet kënore, kemi edhe lëkurat e qepës, që pastaj do e hedhim brenda të bëjmë tamam si supë, kur të kemi skuqur mirë patatet, kërpurdhat e gjitha. Okej. Edhe kjo duhet për t'i dhënë shije, edhe mund ta bëjmë pastaj o ma trash ose ma të hollë mbas shijeve që kemi, s'ka asnjë problem, tani do shikosh se si do bëhet. Por ama që është shumë e thjeshtë. Edhe mund gatuhet një shasi goxha e madhe, edhe të mbahet frigorifer, mund mbajnë 5 ditë, 6 ditë, gati një javë, edhe mjafton ta ngrohni kur keni dëshirë të hani një supë.
Shumë e thjeshtë. Ja hedhim tani patatet avash avash. Okej. Edhe këtë patatën tjetër. Shpejt i preve, më. Hedhe, jam profesionist. Kam preja shumë patate në jetën time, sa që... Bo pak një llogari, ja 2 thash 25 kg në ditë për 10 vite. Sa patate mund të jetë? Ola. Super. Edhe shtoj pak fuqinë e zjarrit, edhe në maksimum. Maja gjithmonë të përzirë që mos të digjet, se nëse të digjet qep ose hudra ose në i copë patate, do marrë një shije shumë të hidhur, edhe do shkoj të dëm gjithë recetën pëstaj. Ja. Prandaj pjesa e përzirjes është shumë e rëndësishme. Mu më duket sikur mirë jam të e bë, se di? Ka të pyet si menaxheri Ronele, sa punë bën fix? Ronele. Me Ronele shkojnë për koncertet, mbyllim datat, për klipet, për ide, sa i përket shukërcimin. Për gjitha bashkë. Super. Aq punë e vështirë kështu apo ke pasion edhe? Ja. S'është e vështirë fare, dësha jam duke bë mirë këtë. Po. Se jam shumë i përshëndruar tani, pludhem shumë. Pa mëra. Tani edhe pak edhe pak piper. Gjithmonë çdo proces, çdo gjë që hedhet me anë të xherit, do hedhet pak krip, pak piper. Pastaj në fund fare, provohet edhe shtohet ose është një sekret që mund t'i hedhësh pak gjalp më shumë në fund, nëse është shumë e kripur, sepse gjalpi e neutralizon komplet atë kripën e tepërt. I hedhim këto tek buhet tepër të së na duhet. Po tani për sa persona bëhet kjo? Tani kjo shasia që po bëjmë ne është për shumë persona. Për gjithë stafin. Te shtëpia ju kam dhënë shasin për 4 persona maksimumi deri në 6, po ne këtu gatojmë gjithmonë edhe për stafin. Edhe janë shumë të lumtur. Do të thonë këtu ka shumë rreth kështu. Ka. Do bëhet goxha. Po kërpurtat duken shumë, po kërpurtat reduktohen, se ka një përqindje shumë të lartë uji, edhe uji do avullojë, do ngelet pastaj kërpurtat në fund. Edhe pak përzije mirë. Kujdes sepat. Po që u lodh këtu e përzi? Në të ardhmen ke qef më shumë të kështu të zhvillosh këtë pjesën e kërcimit apo të jesh menaxher më shumë? Shiko tash, unë jam profesioni im është baleti, kështu që unë do vazhdoj të kërcej sa të kem fuqi. Si për shembull ëndra ime që jam shef kuzhine tani për tani unë futem vetë kuzhinë, punoj shumë. Ëndra një shef kuzhine është që ti të organizosh gjithë restorantin përgjithësi, e kupton? Që ti jesh si kap po më i lartë që të menaxhosh kuzhinën, sadën, gjithë. Marketingu, çdo gjë. Të marrësh gjithë përsipër. E pastaj normalisht gjithë suksesi, gjithë gjës, ti je jote, e kupton? Merita. Kuptoj. Ja, unë do e vazhdoj të jem balerin sa të kem fuqi. Sa moshat ma lejoj. Pastaj kur shkoj mosha lart, baleti ka një gjë që bësh koreograf, bësh pedagog, shkollë baleti, në akademi. Ke shumë gjëra që mund bësh pastaj. Ke shumë gjëra, tani tu pa tu ke bërë, po. Mirë jena rrugën e dur. Shumë bukur. Po që po pëlqej kuzhina, kështu që. Po kuzhinën mund ta marrësh si hobi se për shembull në darkë, çdo lloj pune të bëni, do shkoni në shtëpi do gatuani diçka se nuk mund të kalosh gjithë jetën duke ngrënë vetëm gjëra delivery. Që që do mësosh gatues atë gjëra. Ja tani shtojmë edhe kërpurdhat, po më rreth i pres gjitha. Përziun dhe këta. Po. Duken shumë bukur kështu. Më sa di unë ti ke edhe një motër që është balerinë të teatri operës e baletit apo jo? Lori, po. A je xheloz kështu apo se? Ja. Po. Ja. Jemi të dy shumë mirë. Do kishe qef të ishe dhe ti të teatri e opera e baletit si balerina, po? Po, mund t'jem edhe unë, nëse do kisha dëshirë. Super. Dhe zakonisht, mes modës e vllajt ka gjithmonë, ose mes dy vëllezërve ka gjithmonë... A xhelozi? Jo, nuk ka xhelozi, është... Si quhet... Bashkëpunim? Konkurencë. Konkurencë. Sidomos që se bëhet njëri profesion. Po ta kisha vllav ndoshta, po. E ka motër, kështu që... Nuk e shikoja shumë. Ka super. Ne ndihmojmë njëri tjetrin, kështu që.
Kujdes, Është bukur? kujdes me të nxjerrë më shkoj këtu se kur prek këtë botonin fiket drejt, ha? Nuk është që thjesht, edhe të thjesht përzish. Tani ti ke një tenxhere shumë të vogël, merr mend unë që kur kam qenë i vogël, përzija shumë tenxhere të mëdha. Po, me garuze nga kaç. Ka pasi një kukull çufa. Si? Ka pasi një kukull çufa edhe bën kështu trazojnë. Edhe këndonin kur trazonin. Kështu që duke se dalë një këngës do unë. Po thoj se duke trazuar ushimin për shembull që se këndon, bëhet më mirë. Po Çu thonë për kuzhina. Me dashuri. Pastaj nuk e dish gënjesher, po. Po ti kërcesh kërcime. Ego. Kërcime po. Po ta provojmë ndryshe sot me kërcim. Po s'bëhet më e mirë. Ja ke pre me gjitha kërpurdhë champignon. Unë kam zgjedhur sa 2 lloje kërpurdhash, po mund të bëhet edhe vetëm me kërpurdhë champignon. Janë kërpurdhë shumë të lira, por ama shumë të mira. Ka një shije fantastike. Do i bësh ato? Po, kërpurdhë champignon nuk ka nevojë të heqet bishti, këtyre duhet mi heq bishtin. Duke patur kujdes gishtat. Jepi përzi, mos u mërzit. Ja, nuk përzitem unë. Vetëm inshallah ja bëj mirë. Okej, super. Tani do shtojmë me një garuzë dhe pak nga ky lëngo. Hopa. Kujdes, mos gjej. Fillon e vinë sa aroma super. Pastaj në fund fare, Nisë mbyllur. fund fare do shtojmë edhe pak pana, se e do e ka domosdoshme. Tani mund t'i hedhim edhe pak majdanoz, pa e grirë fare. Të japim shije, pastaj këtë pjesën tjetër do e grim në fund dhe do e hedhim në fund që ta marrin një shillëdhikun. Me sa di unë ti je balerin, koreograf të Dancing with the Stars, do futesh mik që të ftosh edhe mu vitin tjetër? Të vi. Vi edhe unë të kërcej. Po more patjetër. Do të thënë, Do më ti ftove këtu, kështu që sa mos ta edhe unë një llaf andej. Super. Shkosh. Po. Po na Si varet, gatuash, nuk- jo të vish kot. Jo, do vetëm të kërcesh. gatuaj. Po thash vi vetëm të kërcej, se me gatu di. Tu mësoj të kërcej. Po more. Si ti, unë mbas sa kile se jam të bosi lop. Atje i humb kilet, edhe humb shumë kile. Okej. Marrëm edhe kërpurdhat. I shtojmë edhe të kërpurdhat e A tjera. mbaroj edhe kjo. E sa ke për të përzirë ti aty, juhu! Opa! Sa mora dorën tani. Prap, pak krip, pak piper. I shtojmë edhe pak lang perime si të lodhës më pak. Okej. Duket shumë e mirë. Do dalin fantastike. Okej. Edhe pak fare. Oh. Tani do marrim buken edhe do presim kubike, sepse duhet thekim në tigan, që kur të kemi supën gati, të pjata, do i hedhim pak kështu kubike buke të thekur, që tjetë edhe përveç pjesën e kremit, që është supa, do jetë edhe gjithmonë një pjesë kerce, kjo është shumë e rëndësishme për që një reset dalin sa më mirë, që të ketë konsistenca të ndryshme, edhe do i tiganosim këtu pastaj. Ja di presun. Kubike. As shumë të vogla, as shumë të mëdha. Pastaj varet gjithmonë edhe nga shijete. Sa orë u bëra unë këtu duke u tundur. U lodhe, Jo, duket. nuk u lodha, ta di sa orë kam që e tund. Që kur ta bëjnë shtëpi, se unë e sigur që do e provoj ta bëjnë shtëpi këtë. Pa, është gjë e bukur se do lodhesh për shembull një ditë, e kupton, po do kesh gati. Edhe po të erdhën edhe shoqëri të shtëpia ku digja unë, do kesh gati, do të bëj gati një supë fantastike dhe do bësh gjatë me sigur. Ja, bona shumë shpejt. Në kohë ato nuk e din që ti thjesht e ke ngrohur. Edhe Ti mos më mëso hile mua. po këto duhen të hile. Duan kjo hile. Sidomos kesh një tas kështu qelçit, thjesht vendos 2 garuze tas qelçit, pak kështu qese kuzhinë sipër e vendos mikroval. Thonë që mikrovala është e damshme, por nuk është e vërtet fare. Kështu që përdoren e pa frikë, do të ngrohur produktet. Po do e përdorim, se ç'do bëjmë. Ola, unë e parë që përdor. Okej, në rregull. Kaq buk mjafton, që të tregoj se si. Bëhet. Si ashtu. Situata edhe këto tu, bie pak. Bravo, ato do të më ul gjitha poshtë, ndryshe nuk zihen. Edhe na gelen ato copat. Tani kemi pomodorinit edhe pak spinak këtu
Shpinak baby me gjethet vogla. Që do prejmë pomodorinit 4-she, ja bukën do vendos tu, se më duhet këtasi. Okej. Do presim pomodorinit 4-she, ose për gjysë ma mirë. Që të bëjmë një bazë shu sallate, se poshtë tasi ku du shërbejmë kremin me kërpurë dhe patate, do hedhim pak sallatë me pomodorini, po që të kemi edhe konsistencën e freskët. Do të hedhim për bukur. Ja, do presim për gjysë. Jo, nuk do duken fare, se do jenë fund. Mirë. Sipër vetëm thjesht do i vendosim bukën, një gjethe majdanoz aty dhe pak djath parmigiano, që t'japim një shije fantastike. Okej. Kjo bën fllucka. Apo duhet të bëj? Tani do bëjnë, e t'i hedhim edhe pak lëng, sepse që mos do dali shumë kremoze, se edhe patatja me amidonin e vet që ka edhe bën shumë t'i dhe shumë krem. Okej. Kjo është në maksimum, super. Tani mund të lesh edhe që të zirë vetë, se nuk ka më rrezik gjitje. Ta trazoj pak. Mund të trazoj pak fare. Ti ke ndonjë pjatë që të preferume që të kanë gatuar dhe e din që ajo të pëlqen dhe... Unë jam me origjinë nga Dibra, madhe, edhe jufkat kemi neve preferuar. Unë personalisht kam shumë preferuar jufkat e Dibrës. Jufkat që janë tagliatelle, thonë në Itali, apo jo? Ato makarona të gjata për të dhuqe. Paka shumë, për janë ndryshe, gatuan ndryshe. Me qëfar bëhen ato jufka dibrane, qëfar përbërësish kanë përveç jufkave? Të shiti mos më pyet, me pull bëhet, me lëngë pulle bëhet, zakonisht. Nuk është shumë e vështirë, shumë e thjeshtë. Se unë nga kuzhina tradicionale jam shu out komplet, që kam i din fare. Di që është e thjeshtë, nuk është e vështirë për të bërë, bëhet me mish pulle, bëhet shumë e shishme. Do pysh t'i ke që din kuzhinë tradicionale, kam ca shok nga Dibra, që të pyesin gjyshet e veta dhe pas e do i gatuim edhe ne këtu në emision ca receta tradicionale. Jo, provojeni se është shumë interesante. Ja, këtu te kubat e një kam vendosur domatet, pomodorini, spinagun baby, pak fare krip, piper. Okej, të marinojmë mirë. Pak vaj altis. Dhe e lejmë që të marinohet, që të kemi gati, kur të bëhet supa gati. Okej. Pak të bërzi me dy luk. Hopa. Ju si balerin për shembull, keni ndonjë dietë me mërmenën se po, Ka momente që duhet mbash dietë. Duhet tash vetëm gjëra me kalori, që t'japin energji, forcë, por këto karbohidrate duhet t'i shmangësh. Po, normal. Por që neve nga lodhja shumë nga aktiviteti shpesh nuk e kena problem fare që të nuk merre kur me gjatë provave gjëra që bëni duke hangur vetëm proteina? Jo, ne balerinët jo, ndryshe nga njerëzit e palestrës që përdorin shumë proteinë, neve balerinat duhet një trup i një dietë më komplete. Ne duhet diçka më tonifikuar se sa masë muskulare si që bëjnë tjerët që përdorin shumë proteinë. Po, fatikisht ato që bëjnë palestra kanë vetëm mendin të fryën. Vetëm të fryën, ndërsa ne baletit jo s'na lejohet madje. Do jeni sa më kështu. Do t'jemi më finë, më... Si thuhet italisht, si elegant. Më elegant. Thuhet edhe shqipet. Dobët. Elegante. Dhe nuk e di, po unë kur s'kam pasur nevojë të mbaj një dietë, gjithmonë pas trupin në formë. Sa vjeç jeti tani? 24. Edhe unë 24 vjeç kam pas metabolizmi kështu. Të bësh edhe ti mosha imi së 7. Ka përshtypje është për profesionin për baletin, se gjithkohës lëvizje, gjithkohës ka ushtruar. Se di, metabolizmi sa më shumë kalojnë vitet, është më shumë bie kështu që do kesh kujdes mendoj më vonë. Se unë kam pas hëngur gjithë çfarë gjërash. Edhe tani s'u kam shnoshur kur, kam qenë shumë i dobët. Kam qenë diku te 68, maksimumi 70 kg. Me këtë gjatësi që kam sot. Tani jam ti 99 duket. Po ti pas nevojë tash. Te je shumë i gjatë për 70 kg. Kam qenë shumë i dobët. Po haja si kafsh edhe nuk do psoja dëmshi, nuk është ndoshta kur. Këtu kemi majdanozin e grim, që do e hedhim në fund pastaj. Salaturinën e kemi gati aty. Okej. Aty po thuj se po bëhet gati. Ola. Tani shtojmë dhe panën. Pana konat fantastike. Unë përdorni për çdo lloj paste, jo për ambëlsira. Dhe e shtojmë. Hop.
Okej, përzije edhe pak? Që të lodhesh akoma më shumë? Po unë mësova asë gjë përveç përzirjes, e? Ti s'mësova asë gjë. Ti ki pa gjitha të që hitet mrena. Bravo. Me Një të mësojnë radha dhe pastaj çdo gjë është në rregull. Okej. Sa fillojnë valimin prap? Duhet një mikser. Duhet grim. Ndërkohë brusketat e bukës e kemi gati. Parmigiano kemi gati këtu. Gjitha produktet. Okej. Hajde tani të kapim tenxherën, duhet me heqte. Pra duhet vetëm që ta provojmë. Edhe duhet grim. S'ka gjose, nuk kërcejnë. Tani hidhi pak sallatët e fundit tasit. Të tasit? Po. Jo, mos egzagjero, po ku ta pak të tasit? Tu mren tas. Pastaj sipër duhet vendosim super. Kaq? Pastaj edhe pak, edhe atë e hodhe. Sup krem me kërpulla dhe patate. Për 4 persona ju duhen 3 patate, 200 gram kërpulla champignon, 200 gram kërpulla zbriz, 100 gram pomodorini, 50 gram spinach baby, 200 ml pana, 50 gram parmigiano, një qep, 3 thelpinj hudhër, 50 gram majdanoz, 100 gram buk, krip dhe piper. Shumë se ai fare me qepe dhe me hurdhra, po se ndjej fare dhe ka shies super. Thjesht e përdorur për të shkëlqyer shijen e kërpurtave dhe të patateve. Ja vlen ta provoni seriozisht. Kjo ishte receta jonë për sot. Faleminderit që ishte me ne. Ne shihemi çdo ditë nga hënat deri të premten me krip dhe piper, me receta fantastike si gjithmonë. Mirupafshi. Ciao ciao.